Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë një lokal në qytetin bregdetar të Vlorës gjatë mbrëmjes së kësaj të hëne. Në pamjet e siguruara nga CNA, shihet se flakët janë të fuqishme dhe arrin disa metra lart, duke bërë të vështirë shuarjen e tyre. Në vendin e ngjarjes kanë bërritur forcat zjarfikse, të cilët po luftojnë me flakët për t'i shuar ato dhe për të neutralizuar situatën. Pas më shumë se 20 minuta, flakët janë vënë në kontroll dhe shuar plotësisht, ndërsa mësohet se përhapja më shumë e tyre do të rrezikonte edhe disa biznese të tjera që ndodheshin në këtë zonë. Autoritetet kanë bërë me dije se aktualisht nuk janë raportuar për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale mendohet të jenë të konsiderueshme. Megjithatë, shkaqet që çuan në përfshirje në flak të lokalit ende nuk janë bërë të ditura, i cili duket të shkrumbuar e tëra pjesa e katit të dytë që përbëhej nga lëndë drusore dhe mbulesë prej kashte.